mesazhi është dhënë. Karl Rove, një nga kokat e fushatës George Bushit, thotë që Trumpit i mungon fokusi. Duhet përqendrohet në diçka, është hapur në shumë fronte. Ka drejt, ka. Mbyllja e qeverisë, që kaloi 9 ditë, natyrisht që ra në grackën e demokratëve, të cilët bëjnë kërkesa absurde, por dëmton të republikanët. Në lidhje me atë që quhet paqja e Gazës dhe çifutëve, CNN ka pasur një koment ku thotë që no Jews, no news. Pra në qoftë se nuk flitet për çifutët, nuk ka lajme. Po flitet për genocidin e çifutëve, e hebrejve ndaj palestinezëve, por a dini ju që terroristët musliman kanë bërë një genocid në Nigeri dhe janë vrarë 120.000 vetë. Askush nuk merret me të.